Nuk do ndryshon, nuk ka influencës votës. Një fjalitë do më për çfarë duhet t'i japin mandat? Më mirë. Për çfarë duhet t'i japin? O çimi ty çat kanë bërë? Pse flet për tjerë kështu? Ty çat kanë bërë këto biznesmen, mos më ka bë asgjë. Më thon ja nis nga vetë ime. As fortot, s'm kanë bërë gjë. Lagje ti. S'kam se të bëjnë tash. Po jo më edhe kur kam qenë pa qenë media pa ardhur tek ju. Në studio, po flasim më parë. Çfarë kanë bërë ata më çka kanë bërë? Ha, çfarë kanë bërë? 3 muaj para zgjedhjeve, pas zgjedhjeve lokale të 2023-shit. Kam pas më shumë tatime se gazetar këtu. Po, e drejtë. Më shumë tatime se gazetar. Po ti se nuk e përkull. Po sigurisht jo. Po ka qenë. Po ti tash do të gjithë bëjmë betejë, or njerëzit kanë halle. Është tjetër gjë. Ne jemi media. Po flas për qytetarë tjerë. Tani më thuajti mu PSD-s se kryetari i Akademisë së Shkencave. PSD-s të Mdoshit. Për çfarë do të japin mandat Tiranë që nuk ka interes ekonomik? Absolutisht po e drejtë. Ku i siguron interesi? Po se Shkodër çfarë interesi ka? Po prapë ekonomikë se ç'është. Jo po se më the për Tiranën. No, thash tjetër për gjithë Tiranën. Parat maksimale të krimit janë Tiranë. Aty ku janë parat e krimit në zgjedhje, aty është ndikimi më. Më lese më pe vëngër që në fillim edhe nuk desha të ndërprisa se thash ka editorial mbas kësaj. Prit. Nëse thua që nuk kanë dalë. Të lash editorialin ta mbaroj. Tiranë s'kan dalë me kallash. Jo, ka plumba bakri, po ka edhe plumba. Elisa diku tjetër, se unë më kot, unë besoj se gjithë stabilizuesi ose i këtij tregu informal po ta quaj unë ty si bandat kriminale, drejtorë që ikin me makina jashtë orarit në orën e punës edhe paguajnë para, më besoj se është drejtësia. Tani, okay, iku Shqipëria, e bleu ky maskaraj Edi Rama. A ka sfidë sot opozita me Tiranën? Është përballë një sfide. A ka kandidat opozita? Një kandidat që nuk është partjak poshtë politik sigurisht, e ka. Shumë bukur. I lem gjithë bashkitë të gjithë, më e mori këj maskaraj në i vodhi me bandat, më falë. Me këtë raport ke zgjedhën Tiranë? Prit, më prapë, ka, prit. Me këtë raport? Ka. Me me ty, me opozitën, po mund të bëhen zgjedhje. Se po nuk mund të themi të... Një sekund. Pa të mbyllim dhe emisionin, edhe i themi njerëzit mos u lodhe se kjo pun ka marrë punë. Tani po themi... Tani t'japim i çik shpresë edhe këtyre që po... Që t'jen njerëzit marrin modelin tënd, mos përkulen, marrin modelin tim, tentonit, Jonidës edhe ambasadorit, se tani... Shiko, unë nuk përkulem, por edhe nuk jam në kushte që... Asne pra! Edhe nuk jam në kushte që njerëzit kanë bukën e gojës në fund të muajit. Tash se edhe ky patriotizmi me bugojë. Me bugojëm kanë ishte 20 herë nga puna unë nuk e di do e bëja. Nga të gjitha partitë tani. Tani e lente. Nga puna s'u kanë përzim me shtet ku. Ndryshim. Por tani nëse po flasim për banda, kemi zgjedhje lokale. Po. Tiranë pjesë. Vetëm Tiranën, po vetëm Tiranë se u bën. Tani se u bën. A ka mundësi opozita të kontrollojë Tiranën? Një sekond. A ka mundësi opozita të bëjë bandave ose këtyre eksponentëve kriminal të bëjë ball? Ka. A ka mundësi të bëjë presion spakut të kontrollojë dhe të parandalë votën? Do flasim ka. Po Andrea, do flasim konkretisht. Po për konkretisht po flasim, më konkretisht se kaq. Do filloj fushata. Po. Të gjithë oligarkët dhe pronarët e mediave kryesorë. Po pajisën, pasi marrën punë me kullat të tup, i kanë hyrë paketes maleve. Po, e di. E di, pasi marrën me detin po hyn malit, po. Nuk kanë asnjëherë për tyre lajm për raportin. Kanë Linda Ramën të veshur me zeza se si ju dha leksion globalizmit në Londër. Po, e drejt. Do të mysin me kronika për Manasterin që ka dalë sot në politik për herë të parë. Po, okay. Ministra e vdekjes në Covid. Prit. S'do ketë hapësirë këtë tjetri. Nuk do ketë lokal ku mund të vendos postën, mbaj me këtë gjë. Kandidati i pavarur se nga opozita. Mbaj me këtë gjë, sepse nesër ne shkojnë tatimet. Nëse këtyre u hoqin karriket, tani do i mbyllin fare. Po mos Belindi ka pas. Nuk do ketë, po çfarë përdori gishta? Çka ka pas Belindi? Ka pas flajra të gjitha reklamat. Po Belindi i thonin në blok mos hajnë. Mos përdori gishta. Mos na hajnë kapës, na vjen nesër tatimorët e bashkisë dhe i kanë shku. Do tani lokal me emër dimund të ky. Vetëm pse e mbështetën, shkon do i mbyllin lokalin. Kjo është arsye për rezultatin. Po atë po them nuk mund të jetë arsye to Erida. Arsye kështu bën. Se nëse milionat e PSD-s, nëse biznesi ju bëhet presion, nëse oligarkët me mijëra njerëz në punë dhe me miliona euro në dorë, investojnë për atë që është aty kur sot. Ne bëjnë sikur ne kanë njofin, si do kenë zgjedhje. Atëherë Andi ka drejt, po edhe ka vënë kallashe se këtu s'ka, por ne nuk mund ta themi të opozitës se ju s'keni zgjedhje domi. Bushati që thotë atë kapim kallashe se. Problemi është se si bën dot ballë, se si do bën dot ballë pushtetit, po nuk është. Edhe njerëzit nuk e njihen. Se po të më thuash që Belindi nuk humbi për këtë. Është ndryshe ty thuash. Kishte zgjedhën 2023 në Tiranë. Kishte zgjedhën 2023 në Tiranë. Ndërkohë që duhet i nxisësh të jenë të lirë edhe të kenë një lloj besimi që vota e tyre bën ndryshimin. Dhe është ndryshe t'ju thuash ti gënjesh, dhe është ndryshe ti gënjesh, domethënë. Janë dy gjëra të ndryshme. Përpara se t'u japim, doni edhe se jemi gjithë gazetar, përveç ambasadorit,
Përpara se t'u japim, do të thënë kemi media. Po dhe ambasadori kemi media, po flasim, do të thënë ne kemi mundësi të informojmë. Ne informojmë, ambasadori bën analizë. Ne përpara se t'u japim leksione politike mbi demokracinë qytetarëve, ne kur të shkojë Veliaj me pezën e famshme, një rrugë që e ka tenderuar, ka marrë 1 milion euro filan kompani dhe e bën e punëtor të bashkisë dhe i merr që të gjitha gjërat i përdor për fushat. Minimalisht raportoi Andri. Po pra. Po ti nëse nuk e raporton, ti mos më thuaj, do t'u japim shpresë shqiptarëve. Po do kemi raportuar nesër, nuk është raportuar. Kjo dhe më tjera. Po të marrë ty tani, po të marr nga gjithë. Ti raportoj dhe vendos një emër nga gjitha mediat. Por në qoftë se ata të vjedhin 100% tenderin e përdorin në zgjedhje dhe në një kapën. Po. Ti nuk raporton, po më jep Linda Ramën. Patjetër, ke drejtu. Pastaj ti mos më thuaj mua ti, po i themi qytetarëve s'ka shpresë. Unë po them që lufta është e barabartë. Informoj qytetarët për çfarë luftuar këtu tani. Se tani mund të jetë si puna 300 spartanë. Tani unë po them gjë mekanizma se si ta luftojmë Ramën dhe të zgjedhimi kandidat, ndoshta që të ndalemi pak te mediat, se kjo që tha Çimi është e rëndësishme edhe ne, domethënë kemi një rol se kemi gjithë këto vite që kemi këtë lloj pozicioni. Unë mendoj që raporti e thot qartë pjesën e mediave. Domethënë aty nuk ka as flitet, as diskutohet. Që nuk ndahej kush ishte lajm, kush ishte propagandë, që ti nuk e kuptoje nëse i ftuari ishte në pozicion eksperti, analisti, apo ishte në pozicion elektoral, që pala tjetër nuk të vinte përballë dhe merrte vetëm kohë, dhe tek komandimi e kishte bërë, domethënë që çdo gjë e tillë në periudhë fushate duhet konsiderohet kohë dhe duhet jetë e paguar, nuk kam jo po si ta vendos Ramën në Selanik kur ka shkuar për takime emigrantët, do ta vendosësh në kohë. Për lekët prapa që përveç se për lekët, se dua të dalë diku tjetër. Tani kjo që thot Çimi që këto nuk e raportojnë, po themi një gjë, po japin Linda Ramën për politikat globale. Qoftë edhe njëri ta raportoj, qoftë edhe po themi Syri ta raportoj, apo qoftë edhe një portal diku, sot njerëzit askush nuk i kontrollon dot se çfarë informacioni marrin. Pavarësisht se 5 janë të qeverisë, ta mbaroj. Jo, ky është mendimi. 5 janë të qeverisë dhe njëri është, po themi, i vërteti, nuk po themi opozitës. Mos thuaj opozitës, para opozitës. Jo opozitës i vërteti. Njerëzit sot, nëse ndodh diçka, nuk ka gjë që nuk e dinë. Domethënë, ne haruam që kur Erion Velia u arrestua, protesta e njerëzve përpara, a ishte politika, nuk ishte politike. Si ishte protesta, ishte mbështetje. Ne ram dakord që njerëzit kishin një lloj, le të themi, urrëtie patologjike për Erion Veliajn, pavarësisht se ai ishte njeriu më i reklamuar, më i propaganduar nëpër media etj. Mjafton ta thot njëri një gjë. Tek njerëzit ne nuk e masim dot efektin dhe të themi që s'ka demokraci, se 5 janë të qeverisë, 5 i kontrollojnë qeveria dhe një nuk e kontrollon. Mjafton